Mirëmbrëma, jemi në javën e fundit të fushatës elektorale, është java ku të gjithë kandidatët hedhin bateritë e tyre. Le të themi që 50% e kapaciteteve të kandidatëve shpenzohen pikërisht në javën e fundit, sepse është java vendimtare, java ku elektorati, ose në saktë një pjesë e tij, mund të ndryshojë qëndrimin ndaj kandidatëve, mund të bëhet mirëkuptues, votues i tyre ose refuzues i tyre. Unë sot kam të ftuar një figurë të hershme të politikës shqiptare dhe të sëmajtës shqiptare. Kam këtu zotin Fatmir Xhafaj. Zoti Xhafaj, mirëmbrëma, mirë. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që u kam këtu. Atëherë dua ta filloj me një pyetje e cila ka ngjallur vazhdimisht diskutime në Shqipëri dhe për shkak të sistemit politik. Kjo puna e ndarjes, lista e mbyllur, lista e hapur, më përpara, para 4 vjetësh ishte me Hersin. Ju ka shkaktuar në një çik bezdi? Sparit do të qëndroj në parim konsideratës sime. Në vlerësimin tim personal nuk është një gjë shumë e mirë ndryshimi shpesht i sistemeve ose i moduleve të sistemeve zgjedhore, sepse ndërsa nuk arrin të aprovosh mirë një sistem, efektet, vlerat, rëndësinë që ka ai për elektoratin, fillon përdor një sistem të ri. Kjo nuk është një gjë pozitive dhe në farmase që orienton edhe vetë elektoratin. Gjithsesi në parim çdo lloj gare hapur është më mirë se çdo lloj tamam me hapur nuk është, se jam 12 Po kjo është një zgjidhje e ndërmjetme, por gjithsesi është pak më e mirë se sa të ishte fare e mbyllur dhe pak më e mirë se sa ishte në 2021, sepse jep mundësi, ka një rreth shumë më të madh njerëzish që garojnë. Numri është gara është më e vështirë sepse numri i mandateve për cilën luftojnë ky numri i madh njerëzish është më i vogël, sigurisht. Por në thelb çdo lloj gare e hapur që të ballafaqon me elektoratin dhe që je interesuar për më shumë komunikim, për më shumë dialog, për më shumë angazhim përballë elektoratit, ndërveprim është një gjë pozitive. Ka ndryshim nga 2021? Po, ka ndryshim sepse është më mirë, më vështirë? Është më vështirë në një kuptim. Në 2021 ishte e vështirë sepse elektorati nuk ishte mësuar me këtë lloj qasje. Dhe ndajshë qartë çfarë preferonte kryetari dhe çfarë mund preferonin qytetarët. Ose partia në tërësi. Rrethi lista e kandidatëve që përfitonin nga listë, si më thënë, nga vota e partisë shumë e madhe. Kurse dhe ishte shumë i qartë se për çfarë luftohet, duke ditur që kishte një hers të caktuar. Mjaft që të kapje plus atë numër të nevojshme, ka përceja dhe hyje në listën fituese. Kurse këtu edhe një votë është e vlefshme sepse askush nuk e di se sa do të marrë kandidati tjetër. Pra është një garë hapur që lufton për çdo votë. E dëmton garën kjo, sepse kam idenë sikur kandidatët përqendrohen te shporta e militantëve të tyre, e militantëve të PS-s, se sa të përqendrohen te marrja e elektoratit gri. Besoj që nuk është tamam kështu, sepse kandidati duke vrapuar për të mbledhur sa më shumë vota për vete, natyrisht mbledh dhe një pjesë të këtij elektorati gri, apo shpesh e qëllon edhe të krejt të ndryshëm nga elektorati i forcës politike që i përket. Dhe kjo e zgjeron bazën elektorale. Por nëse kjo do të kishte një harmonizim më të mirë brenda listës, pra do thotë që nëse në listën e hapur do të kishte disa kritere ose disa njësi matëse, sipas me gjithmonë, njësi matëse për një pjesë të kandidatëve, cilët në çfarëdo që të bëjnë e kanë pamundur të jenë fitues, por mund të jenë të dobishëm për atë listë nëse ata do të punonin me një kategori të caktuar. Se nuk bën sens një njeri i cili nuk ka asnjë lidhje
nga pikpamja e trashëgimisë në kuptimin e qenies, angazhimit politik me Partinë Socialiste, një ditë bukur vjen, hyn në këtë listë dhe merret vetëm me antarët e Partisë Socialiste për të krijuar bazën e tij elektorale aty. Kurse ai ka ardhur ose është përfshirë në këtë listë pikërisht për ta zgjeruar të bazë elektorale. Kjo do thotë që do duhej nga pikpamja organizimit të brendshëm të elektoral të partisë kishte një zgjidhje disa rregulla më të mira, më të qarta që do të mundsonin prurje, më shumë prurje jashtë bazës tradicionale të partisë. Pra, që do thotë, sipas me, që edhe vetë partia nga kjo pikpamje nuk ka qenë shumë e përgatitur për të lloj konkurimi. Sa vjet keni në politikë që merreni me person? Më mirë. E ke haruar? Ja, fare, të vetëm gjë që sarë. Shiko, dritan, e them shpesh, unë kam jetuar me 22 familjeve. Familjes biologjike, familjes shpirtërore dhe familjes politike. Partisë Socialiste. Ajsash, kjo e dyta, më ka marrë më shumë kohë se e parë. Dhe nga njëherë, kur kalon që shikon bën historinë tënde, kupton që i ke dhënë më pak familjes tënde nga pikpamja kohore, se sa i ke dhënë familjes madhe politike. Por që ka natyrisht një gjë që i ja ka vlejtur, në rastin tim i ja ka vlejtur dhe jam shumë krenar për faktin që kam qenë pjesë e familjes politike socialiste. Dhe jam shumë krenar që e fillova dhe o të mbyll si një socialist i vërtet, ose sistem nga njerë më pëlqente, socialist me zemër. Se ka dy gjëra. Nga një je socialist dhe votohesh si i tillë. Qëllon dhe që të votohesh që të bëhesh socialist. Po, dhe kjo. Juve në perceptimi popullor jeni ndër ato figurat që bëjnë atë skalionin e dytë, pra jo shumë bërtitës në Partinë Socialiste, jo shumë me dëshirë për të dukur, po jeni nga ata që jeni domethënë ajo shtylla kurizore e Partisë Socialiste, jeni njerëzit që prodhojnë vota, jeni njerëzit që domethënë kur thonë do shkoj të votoj socialistët, po e kam parasysh Fatmir Gjafën, Gramoz Ruçin, e tjera figura të vjetra që domethënë kanë qenë ballë, pastaj kanë kaluar në vitin e dytë, po gjithmonë kanë qenë aty, domethënë, duke krijuar një, le të themi, një vazhdimsi të perceptimit të kësaj partie të majtë. Ndërkohë Rama ka futur, madje edhe në listën e sigurt, figura të reja, të panjohura. Për shembull, unë nëse do t'i them dikujt në Bermosh ose në Konispol, Fatmir Gjafën, a e njeh, ose Gramoz Ruçin, a e njeh, patjetër që e njohin. Ndërkohë ka futur që unë në Vlorë kur isha nja 3 dhe nuk i njihnin me të drejtën. Por si e shikon këtë kombinim të vjetër, të rinj? A është bërë tamam siç duhej bërë, domethënë duke se me të rinj ecin dhe partitë e tjera dhe Socialdemokratja Gjermane, po ti e ke filluar që në rini duke ngjitur parulla aty. Këtu do të bjem dakord për një gjë që është shumë e rëndësishme. Familja politike është edhe paksa si familja biologjike, është çështje ku duhet jetojnë, duhet të bashkëveprojnë të gjitha gjeneratat, të gjithë dhe duhet ketë hapësirë për secilin prej tyre. Dhe besoj fort që nëse ka një gjë që e mban gjallë Partinë Socialiste, që e mban një forcë aktive, një forcë vitale, është fakti se janë të 4 brezat, se tash mos kemi më 3 brezat, për shkak të ndryshimeve të rëndësishme demografike të shoqërisë, edhe të përfshirjes më të hershme të rinjve në politikë dhe zgjatjes së jetëgjatësisë, bëhet fjalë për 4 gjenerata në këndvështrimin tim, dhe Partia Socialiste ka pasur aftësinë ose ka pasur dhe fatin në një farë mënyrë që t'i ketë prezent të 4 gjeneratat dhe në një farë masë t'i ketë të harmonizuara. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Sa kohë që do të jetë kjo ndërthurje, sa kohë që kjo do të jetë ky ndërveprim, Partia Socialiste do t'i mbijetojë çdo lloj furtune të brendshme apo përplasje të ashpër me kundërshtarin. Dhe sepse një forcë politike që do
të marrë pushtetin apo të qëndrojnë në pushtet dhe që të jetë një forcë vitale e pëlqyeshme për e pranueshme dhe e mbështetur nga zgjedhësia, ka të nevojshme edhe përvojën, edhe pjekurinë, në mënyrë që të krijojë stabilitet, të krijojë kohezion, po ka nevojë edhe për energjinë, edhe për mendësitë e reja që sjellin të rinë në politikë. Dhe mendoj që është momenti më i përshtatshëm për të bërë edhe ndryshimin e gjeneratave ka një mospërputhje midis faktit që ne kemi një pjesë të mirë të leadershipit politik të shoqërisë shumë të vjetër, gati prej 30 vjetësh në skenën politike, dhe një gjeneratë të re që i përket gjeneratës së Bashkimit Evropian, e cila ka nevojë që të rritet, të fuqizohet dhe që të gjejë veten e saj. Dhe ky është hapi i parë dhe kjo lloj formule e mundsonte këtë ndërthurje, e mundson këtë ndryshim ose simulim të gjeneratës së re për të ngritur, për të përfshirë dhe pastaj për të përfaqësuar në vendimarrjen politike. Mirë, po është shumë e rëndësishme cilësia, sigurisht. Këtu pastaj është një gjë e rëndësishme. Është e rëndësishme cilësia e përfaqësuesve që vinë nga gjenerata e re. Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu unë bie dakord me ju që do të ishte mirë, është pozitive që ata ta kenë bërë dhe ushtarin para se të fillojnë të mendojnë që të bëjnë oficerin në e thënë po e bëjmë një krahasim. Po, generali. Po, generali duhet të mendojnë larg, pavarësisht se këtu mund të mos jesh. Kanë kapur deputet më tepër se deputetët duan vendin dhe një ditë e shikon veten Po, mirë, ka thënë Apolon, çdo ushtar ka shkopin të generalit në xhep, po problemi është që këta pa kaluar fare në betejë. Qëllon dhe kjo është e dëmshme për mua. Këto janë edhe koha ka provuar, janë meteor që bjen shpejt. Shuhen shpejt. Po. Shiko, duhet bëj një pyetje. Ti dhënte ata socialistë që nuk entuziazmohesh nga miqësitë e reja, nga dashuritë e reja, nga gjithmonë Fatmir Xhafa, linear në qëndrimin tënd. Për shembull, keni qenë i pari kur përmendet me Ilir Metën, i thatë, avashi, thatë, dashuria ka mbaruar, tani ti marri me qetësi gjërat. Pra, ka qenë, le themi, një ndër çarjet e para që u kuptua që martesa PS-LSI nuk do ishte një martesë gjatë. Çka tregon edhe një lloj abrazivitetit tuaj ndaj krushqisë që u bë me LSI. Në këtë moment, si e ndjeni marrëdhënien në terren me bazën e LSI-s? Një miku im më thoshte që këta të LSI-s janë gjithë me 2 tesëra në xhep, se kanë hedhur akoma poshtë të PS-s në xhep. Sigurisht një pjesë e mirë e tyre kanë ardhur nga Partia Socialiste. Një pjesë janë bashkuar rrugës për shkaqe edhe për mënyrë se si funksiononte ajo forcë politike. Por ajo pjesë e cila është shkëputur nga Partia Socialiste për një arsye apo për një tjetër, shoh që ka një reflektim për të rikthyer ose për të kontribuar ose për më së paku për ta hedhur votën e tyre në këto zgjedhje për PS. Është një pyetje tjetër përpara se të kaloj tek ajo çfarë do bëj Fatmir Xhafaj. Zoti Xhafaj, kemi një situatë e cila në disa raste ka kaluar dhe në dhunë. Në Albati rrej një shofer Kocëkoti, kandidati PD-s në Xhelan Xhiu, të njëjtën gjë një dhunë ndaj një militanti socialist. Tomor Alizoti thot do t'ju ham të gjallë. Dikush tjetër, një kandidat në Korçë thot do t'ju zhdukim. Ju trëm kjo mund të çojë në një konfliktualitet nëse humbet PD-ja që gjasa duken që... Spari këtë janë shumë të shumtuar në fakt. Por për fat të mirë janë gjëra sporadike, nuk janë një dukuri prezente gjithë këtij procesi elektoral i cili në tërsinë e vet, në këndvështrimin tim është një proces elektoral i qetë, që po shkon mirë nga ky këndvështrim dhe që besoj se është një tregus i ndërgjegjësimit, i rritjes, i pjekurisë së shoqërisë
shqiptare më shumë se sa merit e partive politike. Ndërkohë është pjekur shoqëria shqiptare, po janë forcuar dhe institucionet edhe kultura demokratike në vend, kështu që unë nuk besoj se do të ketë në një gjë. Besoj që ka për të kaluar gjithçka gjallë. Besoj s'ka arsye, nuk ka trull për të Keni qenë dhe ministër Rendi, besoni që shoqëria shqiptare nuk i ka elementet që të kaloj prapë në një ndezje të në theshatës? Jo, nuk besoj. Okej. Atëherë kalojmë te Fatmir Xhafaj si kandidat për deputet. Edhe që më ka bërë përshtypje që ndryshe nga gjithë të tjerët, ju keni një stil amerikan, keni domethënë një përqasje edhe individuale ndaj elektoratit, keni bërë programin tuaj, keni thënë, këto janë të PS-s, po unë kam edhe 5.000. Keni konsolidimi reformës në drejtësi, keni Shqipëria mike e moshës së përmes advokimit për nisma dhe ekuadër ligjor posaçëm për moshërimin me dinjitet, pra për moshat e mëdhaja. Moshën e tretë ose si quhet sot në Europë, sidomos në vendet skandinave, mosha e artë. Po, edhe ne po jafrojmë atë moshe. Edhe po ngrihet shqetësim. Mirë qeverisja dhe antikorrupsion, vazhdimi i projektit parlamentar për një qeverisje më të mirë përmes përpjekjet pa ndërprerje për parandalimin e korrupsionit. Unë do t'ju pyes për të gjitha. Reformimi dhe mbështetja për profesionet e lidha dhe shtresën e mesme, në fakt e cila është edhe shtresa e demokracisë që quhet, përmes përfaqësimit dhe mbrojtjes së interesave, lirive dhe drejtave, mbështetja dhe promovimi i gjeneratës së re në politikë. Atëherë, po e filloj si një ndër arkitektët kryesor të reformës në drejtësi dhe komisionit të posaçëm parlamentar për qeverisje. Më fal që po e lexoj, po është një çike gjatë si titull. Si e vlerësoni impaktin e reformës në drejtësi? PD-ja ankohet, thot s'po bën sa duhet. Ndërkohë, PS-s po i përfundojnë njërin pas tjetrit një figura të rëndësishme në burg. Ndoshta edhe me akuzat të cilat nuk janë bindse për momentin sytë e publikut. Ju si e vlerësoni? Duhet t'i ndajmë gjërat. Nëse e shohim nga këndvështrimi i rasteve të veçanta, sigurisht që mund ka dhe do të ketë gjithmonë këndvështrime të ndryshme. Nëse e shohim nga interesi shoqëror, interesi publik, të asaj çfarë ka sill reforma në drejtësi, besoj se duhet bijem në një mendje që reforma në drejtësi ishte një domosdoshmëri dhe sot nga një projekt kushtetues në letër, sot është një realitet që ka sjell ndryshime të mëdha në disa aspekte. Spari në vetë jetën shoqërore të vendit, në vetë opinionin shoqëror, opinionin publik tek qytetarët shqiptar, së dyti tek jeta institucionale, tek marrëdhëniet ndërinstitucionale, tek funksionimi i shtetit, tek vetë shteti, dhe së treti tek vetë drejtësia në funksionimin e saj dhe si një shërbim publik i rëndësishëm për shtetin e së drejtës, për demokracinë dhe për interesat e qytetarëve. Dhe nga kjo pikpamje, reforma në drejtësi ishte një gjë e domosdoshme dhe mbetet një gjë etike, një projekt që duhet shuar deri në fund, sepse rëndësia e këtij sistemi drejtësie në raport në funksion të zhvillimit shoqëror, zhvillimit ekonomik të vendit është e pa diskutueshme, është e pa negociueshme, është jetike. Dhe atë që reforma në drejtësi ka sjellë disa vlera substanciale. Spari është ndarja e qartë e pushteteve. Pra do thotë ne sot nuk kemi më 2 pushtete apo vetëm një pushtet. Ndikon dot Edi Rama te këto? Absolutisht jo. Absolutisht. Do të thotë në mënyrë të tërthort, po mekanizëm shtetëror nuk ka. Mekanizëm kushtetues dhe ligjor nuk ka kërkush të ndikoj. Nuk kanë dhe vetë njerëzit e drejtësisë të drejtësia. Nëse do respektojmë frymën e kushtetutës dhe kërkesë dhe normën e ligjit. Gjithkush që do të bënte të kundërtën ishte në shkelje të kushtetutës dhe ligjit, ishte duke bërë një vepër penale. Është fare e qartë, është fare e thjeshtë. Shpeshherë dëgjoj edhe në studio që flitet për ndikim, gjithçka është ndikim i palishëm.
Një prokuror, një gjyqtar, nëse unë apo ju vendosim ose ndërmarrim iniciativën të ndërhyjmë për diçka, duhet pranoj që ka bërë një shkelje të ligjit, se ka pranuar një ndikim të palishëm. Pra, me kushtetut dhe me ligj, ne sot kemi një pavarësi, kemi garantuar pavarësinë e plot të sistemit të drejtësisë nga dy pushtetet e tjera nga pikpamja e funksionalitetit, sepse pushtetet natyrisht janë pjesë të shtetit dhe të tre pushtetet kanë detyrimin të jenë të ndara, por dhe të ndërveprojnë ndërmjet tyre nga pikpamja e nevojë ekuilibrave të tyre për të siguruar një funksionim normal dhe në interes të zhvillimit shoqëror të shtetit. Kurse kur flasim për pavarësinë në hetim, në gjykim, kjo është një pavarësi absolute. Absolute, e pamundur të jetë e ndikueshme në kushtetutë dhe sipas kushtetutës dhe ligjit. Pasaj se dikush nga prokurorët apo gjyqtarët do që jo të varet, po të vetë varet, kjo është pasaj është një zgjedhje. Dhe prandaj ka mekanizma të brendshëm dhe mekanizma të jashtëm që duhet ta mbajnë sistemin në udhë të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies në mënyrë që fenomenet të tilla. Ndërkohë ka ankesa, zoti Xhafaj, thonë janë rreth 200 sa mijë dosje, të cilat për shkak të sistemit kanë mbetur pa u gjykuar. Ka një problematik për një pambarësi të egzageruar të disa prokurorëve, të cilët më tepër se sa detyrë ligjore po e përdorin për persekutim. Është problem që të ndajmë atë çfarë është thelbësore në të gjë. Çfarë është thelbësore? Deri dje ne kishim një sistem drejtësie tërësisht të varur nga politika. Tërësisht pjesë e ndikimit të gjitha pushteteve, pushtetit të politikës, pushtetit të institucioneve apo të ekzekutivit, pushtetit të fortëve, pushtetit të paras e tjera. Dhe këtë e kishim prezente. Biles kishim një ndërlidhje të tyre, ajsa nuk bëhej dallimi kush ishte njëri dhe kush ishte tjetri në një kuptim. Kurse sot ne kemi bërë një ndryshim epokal, të jashtëzakonshëm. E pare njëre kemi pastruar sistemin. Pra vettingu me gjithë mirat apo edhe të këqijat po dëshironi ju, sepse është si çdo proces tjetër, ka sjellë një ndryshim thelbësor të cilësisë, të integritetit të njerëzve që shërbejnë në sistemin e drejtësisë. Dhe njëkohësisht u ka vënë atyre disa kufi që edhe nëse dikush do të gabojë, nuk e ka të lehtë të gabojë. Së dyti kemi pavarësinë e sistemit. Ne e kemi garantuar atë me kushtetutë dhe me ligj. Së treti kemi krijimin e disa strukturave të posaçme, të cilat përveç se ndihmojnë që sistemi të mbahet i përgjegjshëm dhe të mbahet me integritet brenda radhëve të tij, ndikojnë dhe luajnë një rol aktiv edhe në shoqëri për të ndihmuar, sidomos në çështje sensitive siç janë lufta kundër krimit të organizuar dhe goditja e fenomenit të pandëshkueshmërisë në aspektin korruptiv. Pra dhe rezultatet e deri tani dëshmojnë për drejtësinë e këtij procesi, për rëndësinë e këtij procesi, për vlerat e këtij procesi. Natyrisht, këto nuk janë procese të lehta, nuk janë procese që i nis në mëngjes dhe në drek apo në darkë do duhet të presësh gjën ideale prej tyre. Si çdo lloj reforme tjetër, si çdo lloj procesi tjetër, natyrisht ai do të shoqërohet derisa të marrë formën e tij të plot, derisa të konsolidohet, themi ne, natyrisht edhe me një fenomen. Sa mendoni që kohë do duhet? Shiko, u bë ca vjet që ka filluar këtë. Po shiko, kam përshtypjen kemi bërë edhe një tjetër së bashku këtë dhe këtë diskutim edhe kur kam qenë në kemi folur dhe kemi thënë, okay, rezultatet që ka dhënë kjo reformë kemi thënë janë të paimagjinueshme dhe tash e ndaj të njëjtin mendim të tu. Po në të ardhmen sa do vazhdojnë që mos kemi defekte. Gjithmonë do të ketë probleme. Nuk di që nuk ka shoqëri ideale. Më thoni cila pjesë e shoqërisë sot në botë është ideale. Më jepni një që edhe amerikanë që e kishin mendjen sepse është normale, demokracia, sistemet nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë, sepse nuk janë njerëzit të dhënë nuk janë njerëzit të përsosur,
Në një moment caktuar ju mund të keni ndërtuar një mision shumë të mirë të shëndetshëm, në krye aty misioni për një arsye apo për një tjetër vjen dikush që ka mendim krejt të ndryshëm dhe e çbën mision ose së paku e frenon, e ndalon etj. Jo më procese të tilla që janë në ngritje sipër. Po mos harrojmë një gjë. Ne kemi ndërtuar mision. Kemi bërë dhe një pastrim ai sa mund të bëhej brenda sistemit. Duke si, po vinë dhe një breziri brenda sistemit duke zgjeruar më shumë numrin e prurjeve në shkollën magjistraturës etj. Po mendësia, kultura, është ajo që ka shoqëria. Shiheni shoqërinë. Reflekton shoqërinë. Kjo është një cikël që duhet bërë. Ne deri më sot e kemi konsideruar gjyqtarin apo prokurorin sistemin si zgjatimi i pushtetit të radhës. Sot shoqëria duhet filloj të ndryshojë, kuptoj që ky është një pushtet më vetë i domosdoshëm për të gjithë, i nevojshëm që të jetë i tillë, i pavarur, funksional për të gjithë. Ndërkohë mos harrojmë që ne ndërtojmë një shtëpi, sado e thjeshtë, sado e vogël që dhe të merr muaj të tërë. Jo më të ndërtosh një sistem të tërë dhe të mos ketë dhe të mos sjelli procesi problematika të tilla. Për më tepër që ne kemi ndërtuar duke bashkëjetuar godina e re me godinën e vjetër. Ne nuk është se e fshim të gjithën dhe e ndërtuam të re nga dosjet fillimi i çështjeve etj. Ato kanë qenë në proces dhe natyrisht është një lloj dëmi kolateral që do ta vuajë shoqëria për disa vjet, por ama një gjë është që kemi përfituar nga kjo atë që është shumë e rëndësishme. Cilësinë e dhënies së drejtësisë, barazinë para ligjit. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Jeni një ndër autorët e reformës në drejtësi, nëse rizgjidheni në Parlamentin Shqiptar, mendoni që do ta vazhdoni këtë projekt? Absolutisht po. Kjo ka qenë kauza e jetësime politike edhe personale. Edhe për shkak të formimit tim, po edhe për shkak të karrierë asaj çfarë unë kam bërë në karrierën time politike, këtë mund ta konsideroj kauzën time kryesore, të cilës i jam përkushtuar me të gjithë dijet dhe energjitë e mia gjatë gjithë karrierës politike. Kjo ka qenë fokusi ose më saktë çështja ku unë kam shpenzuar gjithë energjitë e mia dhe jam i lumtur që ja ka vlerëtur në rastin konkret, sidomos me reformën në drejtësi. Por, siç thash dhe siç e konstatuat dhe ju, ai nuk është ende një proces i mbyllur, nuk mund të konsiderohet e tillë, por është në fazën e konsolidimit të tij. Kërkon gjithmonë ratifikim. Jo, ka gjëra që ne ndoshta nuk e kishim parashikuar që do të kishte disa efekte anësore që për shkak të zhvillimeve të brendshme ose për shkak të realitetit. Se kishim menduar që do kishte kaq shumë korruptuar kur e para kur u bë vetingu nuk kishim menduar, ne kemi menduar rreth 25-30% maksimumi, nuk e besonim që mund të vinte deri në 50% e njerëzve të fshinte vetingu nga sistemi. Dhe kjo ishte një papritur e madhe. Po ja qita, më fal, qita. Po përveç kësaj, nuk ka ligj perfekt. Nuk ka ligj perfekt, nuk mund të ndërtosh, sepse nuk janë marrëdhënie shoqërore perfekt. Dhe ligji nuk mund të jetë bërë në tavolinë, po ka një diferencë midis asaj që shkruhet në tavolinë dhe asaj që përballet me jetën, me realitetin shoqëror. Dhe në këtë përballje lindin dhe kupton që ka diçka që duhet rregulluar, ka diçka që duhet përmirësuar dhe ose që duhet reflektuar. Dhe ne pikërisht jemi në këtë moment, vitin që vjen bën 10 vjet nga miratimi i paketës kushtetuese dhe ne kemi detyrimin të shohim çfarë ka shkuar mirë, çfarë nuk ka shkuar mirë, çfarë ka nevojë të përmirësohet. Dhe prandaj ky mandat është i rëndësishëm edhe nga kjo pikpamje dhe unë besoj që nëse bëhet ky ajustim ose si më thënë kjo ndërhyrje e rëndësishme për cilën ne kemi filluar të proces përmes një procesi konsultimit gjerë me profesionistët dhe me ekspertizën e nevojshme ndërkombëtare, sepse pavarësisht se unë besoj që ne kemi kapacitet tona të brendshme për ta bërë një gjë të tillë, atëherë ne do të japim një impuls të ri, një reformës në drejtësi dhe vetë institucioneve të reja të drejtësisë. Prandaj ky mandat edhe për këtë gjë është shumë i rëndësishëm. E kuptoj.
ndoshta do duhet një emision i tërë për këtë në fakt në të ardhmen, po, në mbas zgjedhjeve. E bëj me shumë dëshirë. Do fokusohemi sepse unë kam shumë pyetje, kam edhe shumë dyshime, kam edhe shumë vrejtje, disa vrejtje në fakt për këtë. Po mos i kishit ju këto, unë do shqetësohesh ashtu. Okej. Shiko, e di që ka bërë përshtypje në programin tuaj, zotë Se edhe drejtësia nuk është lulja mos më prek. Dhe është gabim nga njerë, kur ne e trajtojmë si tillë. I bëjmë një dëm shumë të madh. Dhe kjo është një nga gjërat që mua më shqetëson. Shikoni ju që ne sot kemi pak mendim kritik në drejtësi. Gjeni ju njerëz të drejtësisë që të shkruajnë për vetë drejtësinë. Jo, kemi shumë më pak. Kemi shumë më pak edhe botime që lidhen me kritikën brenda drejtësisë. Pra si çdo fush tjetër e jetës shoqërore do duhet të kishte një debat të tillë. Ne nuk e kemi. S'ka asgjë të keqe, s'ka asgjë gjë pozitive ta kemi. Jo, kam idenë që shumë prej tyre njerëz të drejtësisë në një farë mënyrë i trëmben bullizmit të rrjetit, bullizmit të reagimit të shoqërisë, sepse juve e keni parë vetë, e keni hequr në kurriz vetë. Absolutisht po. Do me thënë fillojnë të gërmojnë, të shikojnë, ne ndjem vetë të medias, do me thënë futen në... Dhe media ka pasur dhe ka një pjesë, ka një rol negativ në këtë aspekt. Pa diskutim që ka rol negativ. Mund të kishte kontribuar shumë më mirë. Ashtu gjatë reformës në drejtësi, dhe tashti një pjesë e mirë e medias, e gazetarëve, e opinionistëve janë duke e ndikuar pozitivisht, janë duke e ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe është rasti për të shprehur mirënjohjen të gjithë tyre që po e bëjnë këtë mision në funksion të një misioni shumë të madh shoqëror siç është drejtësia dhe barazia para ligjit. Pa diskutim që është, unë mendoj që është një detyrë e medias, por është një bisedë po aq e gjatë sa kjo për drejtësinë, sepse ndoshta duhet bërë një çik edhe vettingu në media për të parë se si lulëzojnë gjithë këto media, por spekulohet shumë pastaj me jo liri e shtypit të tjera. Gjithsesi do kemi rast të bëjmë prapë një emision, sepse juve jeni një ndër autorët e reformës në drejtësi, një ndër mbrojtësit e kësaj reforme në drejtësi, për cilin keni marrë edhe kosto, pa diskutim, pozitive dhe negative. Unë shpresoj që... Aj shumë sa kur i mendoj... Ka momente si çdo gjë tjetër. Që thoni më mos e kisha hyrë. Po, ka momente, por përgjithsisht i gjithë meditimi përfundon i avlet. Ashtu mendoj edhe unë, në fund të llogarive. Edhe duke menduar që bëm një reformë të plepave, është akoma mirë. Se në jetë, dhe sidomos në politik, mund qëllosh të jesh udhëtar, po mund të jesh dhe luftëtar. Është zgjedhje. Mund të jesh një karton, po mund të jesh dhe një person. Unë kam zgjedhur që të bëj luftëtarin dhe të jem person në politikë. Dhe kjo natyrisht ka kosto. Amerikanët e kanë një shqip më të egër, të zgjedhë ti është Luan ose Dele. Okej. Ti ke zgjedhë Luanën. Vota e kafshëve është shumë e zhvilluar në këtë vend, kështu që e evitova. Është dhe në qendër fushatës kjo pjesa me shpend me kafshë dhe po e heq. Okej. Zoti Xhafaj, dy gjëra më bën përshtypje tek juve të cilat në politikë zakonisht harrohen. Më bëri përshtypje mbështetjen ndaj profesioneve të lira, që në një farë mënyrë është stresa e mesme, që në një farë mënyrë është baza një demokracie, është pikërisht stresa e mesme, dhe pastaj edhe për rinin, ka akuzë më të mëdha nga opozita që ju ja e keni lënë rinin, nuk blen dot një shtëpi etj. Keni angazhim personal në këto të dyja, mund të më thoni për profesionet e lira? Pari më duhet them që u bë i dyti mandat që krahas programit të forcës politike, unë dalë për para elektoratit edhe me disa angazhimet të mia personale. Pra, unë shkoj tek zgjedhësit dhe i them, unë jam pjesë e Partisë Socialiste. Ky është programi politik i Partisë Socialiste. Këtë ka bërë Partia Socialiste, këtë angazhohet të bëj. Dhe unë natyrisht jam përfitues i asaj çfarë përfaqëson kjo forcë politike dhe asaj çfarë kjo forcë politike angazhohet. Por njerëzit kanë gjithmonë të drejtën të pyesin dhe thonë, "Okej, ti vetë pse shkon në parlament? Çfarë do bësh? Çfarë ke bërë ti 4 vjet për mua dhe çfarë do bësh ti 4 vjet?" Dhe është shumë e rëndësishme që për të qenë transparent, për të qenë i sinqert, për të qenë i drejt për drejt me ta, që thuash, "Shiko, unë do shkoj
në këto 4 vjet dhe do t'ju përfaqësoj ju për ta mbrojtur të program, për ta zhvilluar të program, por dhe për të qenë brenda këtij programi një zë i cili të marri përsipër disa kauza të cilat ti mbroj, ti nxjisi dhe edhe ti zhvilloj mundësisht. Dhe në 2021-shin prezantova cilat ishin 3 ambicjet e mia, ose cilat ishin 3 kauzat që mbroja. Në 2025-ën kam prezantuar 5 të tilla dhe unë kam këto në faqen time zyrtare. Gjithkush mund të shoh çfarë kam thënë para 4 vjetësh dhe gjithashtu mund të shoh përse mua duhet të më votoj. Dhe kjo bën një lidhje shumë të mirë ndërmjet forcës politike që të kam dhe vlerave individuale të kandidatit që kërkon votën për sa kohë që unë jam në një listë hapur. Po në final edhe sikur të mos isha në listë hapur, në çfarë do lloj liste, pyetja legjitime është për çdo njeri është përse ti shkon në parlament. Shkon se do të gjesh një karrige, një ndënjse dhe ti kesh një karton që ta ngresh, apo shkon se do që të bësh një shërbim, të kesh një mision dhe të jesh një person në funksion të këtij shërbimi dhe të këtij misioni. Duke qenë se unë kam zgjedhur të bëj këtë të dytën në të gjithë karrierën time politike. Nuk e kam para të si një vend pune, si një mundësi ku mund të marr një pagë apo përfitoj disa të mira materiale. Fare. Në asnjë rast, askush nuk mund të provoj të kundërt. Askush nuk mund të thotë kundër. Por e kam para të gjithmonë si një mision, si një shërbim që natyrisht më jep vlerë mua, jep vlerë dhe edhe karrierës dhe jetës time personale, jetës time politike edhe personale. Dhe në këtë kontekst, për të mandat, unë kam zgjedhur 5 kauza, 2 nga cilat janë ato që ju përmendët dhe që ndërlidhen me njëra tjetër. E para sepse profesionet e lira, unë jam nisur kryesisht edhe në radhë parë nga një sër profesionet që kanë bëjnë me sistemin e drejtësisë, me atë që është kauza kryesore në cilën unë kam investuar jetën time politike, siç janë avokatët, noterët, përmbaruesit dhe sidomos ndërmjetësit dhe një sër profesionesh tjera që kanë lidhje, që i shërbejnë në mënyrë drejt për së drejti apo në mënyrë indirekte drejtësisë dhe ofrojnë shërbime të drejtësisë në raport me qytetarin dhe që mbrojnë interesat e qytetarit. Pse? Sepse duke u rritur, duke u forcuar drejtësia, ka nevojë që në këtë përballje qytetarit të jetë edhe më i mbrojtur, të jetë dhe më i përfaqësuar. Dhe kjo varet në një masë madhe vërtet nga kultura e qytetarëve të veçantë, po varet shumë nga kultura e profesionistëve që e kryejnë këtë rol. Dhe këto që përmenda dhe të tjera si këto kanë nga njëra anë ofrojnë një shërbim, por nga ana tjetër ofrojnë dhe një përfaqësim dhe një mbrojtje, janë një kontribut vlerështuar në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Dhe kjo lidhet që me shkollën, formimin, shumë sot ne kemi një inflacion të madh juristësh në vend dhe që duhet zgjidhur. Dhe kjo pastaj çon cilësi të dobët në të gjitha këto profesione, por nga ana tjetër kemi edhe nevojën që një gjenerat të re profesionistësh, të cilët janë më të arsimuar, më të kulturuar, të gjejnë hapësirë në treg, të gjejnë mundësi në treg. Dhe nuk do të ishte asnjë gjë për buxhetin e shtetit, nëse nesër shteti do t'i thoshte dikujt një djalë apo një vajzë të re që do të hapi studion e tij që 3 vjet, unë nuk do të marr ty asnjë gjë. Do të lë 3 vjet, të ngresh studio, të paguosh qiran, nuk do të marr, nuk është shteti pasur ti paguaj edhe qiran se s'do bënte gabim. 3 vjet, sa ai të gjej klientin, të gjej të kryej fytyrën, të kryej profilin, sepse gjithmonë ai nëse nuk e ka këtë mundësi, ai gjithmonë do të ngelet shumë hapa mbrapa atij që ka filluar me vite këtë gjë. Pra ti nuk do të jetë, eksakt një njeriu që ka një mundësi për shkak familjes apo për shkak të lidhjeve të ndryshme. Dhe shpeshherë pastaj në këtë treg nuk përfitojnë, nuk rriten ata që janë të aftë, por rriten ata që janë më të zotë për t'u përshtatur tregut. Ne duam sigurisht kategorinë e parë. Dhe kjo është një mënyrë që për ta ndihmuar, për ta mbështetur. Përpos faktit që shtresa mesme është ajo që mban dhe ekuilibrat e zhvillimit ekonomik dhe social, por dhe demokratik të vendit, në këndvështrimin tim. Kështu që është një mundësi që e shoh aty për ta investuar ose për t'u investuar që të marrë një mbështetje
të dedikuar. Nga ana tjetër është edhe çështja e moshave të reja, që tha ti. Unë edhe për shkak moshe, edhe për shkak statusit tash, kam një jetë të tërë, jam duke ikur nga politika, jam bërgjysh, besoj se kam një lloj përgjegjësie shoqërore që të mendoj më shumë për ata që vinë. Në kuptimin për gjeneratën e re. Dhe kjo është edhe këtë them, ky do të jetë ndoshta një nga gjërat ku unë do të fokusohem fort gjatë këtij mandati. Brenda forcës sime politike, në mënyrë që këta të rriten si produkte bio, jo si OMG politik, në kuptimin jo të kacaviren, po të formojnë personalitetin e tyre përmes edhe formimit, edhe trajnimit, por edhe hedhjes në betej politike, ashtu dhe në karierën administrative, shumë njerëz ose shumë të rinj dhe të reja thyen dhe largohen për shkak sepse nuk e gjejnë të hapësirë konkurrence dhe konkurimi në mënyrë që të motivohen për të ecur përpara. Për pos faktit që ka dhe një problem shumë, që është një problem i madh, më mendoj nuk është thjesht problem demografik, është problem kombëtar. Të rinj dhe të reja sot i kanë gjithmonë më pak mundësi të fillojnë të bashkëjetojnë, të krijojnë familje dhe të lindin fëmijë. Ose edhe nëse e bëjnë këtë gjë, e bëjnë në kushte shumë të vështira dhe shkojnë deri tek maksimumi, po të bëjnë një fëmijë dhe thonë më shumë. Dhe në pamjet parë kur ti u thua që po pse një fëmijë, thotë po e di sa kushton një fëmijë në kuptimin e mundësisë, e përpjekjes për të arritur në mënyrë të shëndetshme, për të arritur në mënyrë për të dhënë gjithçka, për të dhënë të pakën një minimum të arsyeshëm për të rritur i tillë. Dhe besoj që ne nuk jemi të vetmit, nuk është një praktikë shqiptare, ka shoqëri të tjera të konsoliduara që e kanë këtë në traditë, e kanë në një normë shoqërore, mbështetjen për familjet e reja, për çiftet e reja dhe për mirëritjen e fëmijëve dhe për ta ndihmuar, për ta stimuluar këtë gjë që të ndodhi. Dhe është e mundshme që ne të krijojmë një fond të garancisë rinore, vetëm për të gjë, dhe të mund që të ndihmojmë të krijojmë një fond për banesat, për çiftet e reja dhe njëkohësisht për të ndihmuar ata që nevojnë për të bërë 2-3 fëmijë, edhe si një efekt, si një nevojë domosdoshme për të qëndruar këtu dhe për të rritur shoqëria. Dhe është shumë e rëndësishme dhe mundësit mund të gjenden. Mundësit financiare mund të gjenden. Besoj se po. Një shtet ka gjithmonë. Po edhe zhvilluar ekonomia, edhe programi politik i Partisë Socialiste ka disa gjëra në këtë aspekt, po unë mendoj që ka nevojë që ato e para njëherë që janë thënë të zbatohen dhe për të duhet të luftoj, dhe e dyta të merren praktika të shëndetshme edhe të vendeve të tjera që të aplikohen. Për shembull, fjala vjen, e quajtë të arsyeshme që një pjesë e mirë. Ne kemi rritur një klasë biznesmenësh që kanë fitime të jashtëzakonshme, edhe për shkak të faktit që u janë dhënë në mundësit nga buxheti i shtetit apo nga pasuritë publike. Atëherë ata duhet të japin një kontribut të solidaritetit social për këta të rinj, sepse është në të mirë. E para duhet i kthejmë mbrapa shoqërisë atë çfarë shoqëria ju ka dhënë, duke respektuar gjithë sakrificën e tyre, gjithë punën e tyre, por ama duhet të jenë të ndërgjegjshëm që një pjesë të kësaj pasurie e kanë krijuar pikërisht nga taksat e këtyre njerëzve, dhe një mënyrë për të kthyer është kjo, e cila mund të shkojë në 2 degëzime. Një pjesë mund të shkojë për moshat e treta, për atë moshën e artë që tham, dhe një pjesë mund të shkojë për familjet e reja. Pra, siç në qoftë se sot është 3%, le të jetë sidomos për shkak për një pjesë të atyre ndërtuesve që mbështeten nga projektet e tyre, mbështeten nga shteti, mund të jetë 5% dhe një pjesë shkojë pikërisht për familjet e reja. Në qartë, ju bëhet sikët edhe këtë moshën e tretë, moshën e artë, që i thonë, jemi një popullsi që po plakemi. Si në çdo vend tjetër, si çdo vend modern, po plakemi, ndjehet mungesa e një kujdesi special për ta, të azileve,
mbështetjes, azilet janë private, ndoshta private duhet jenë, po duhet jetë shteti që të përkrahet diçka. Shiko, ne sot po diskutojmë se si të shpëtojmë, se si të bëjmë disa lesira fiskale për futbollin. Mirë, bukur, sporti ishi nevojsh, po për futbollin, për ekipet e futbollit. Ndërkohë që nëse do më thoshin që ta bëjmë këtë për klasa sportive, këto lesira fiskale, unë isha gati të thosha, po do paguajnë pjesë pagës time. Jam shumë dakord. Se sa të japë për disa klube futbolli që janë shumë të diskutueshme nga shumë pikë. Gjë e mirë është, nuk ke. Jo, po ne do të shojmë fëmijët, po nuk kemi ku i shojmë në ekipet zinxhir. Ekipet zinxhir etj. Jo, ka një ndryshim të jashtëzakonshëm me disa vite përpara. Të jashtëzakonshëm. Doni sot vetëm në Tiranë mos gaboj rreth 24.000 fëmijë që merren me këtë gjë. Po nëse janë shumë dobët. Po është edhe kjo është tempo vetë. Është shumë më mirë se ç'ishte, por nuk është kurrë më mirë se sa do duhej të gjithë të ishte. Jam dakord. Kurrë siç ka qenë. Jam shumë dakord. Nuk i afrohet siç ka qenë. Në kohën e monizmit, sepse kam qenë vetë pjesë e ekipeve të zinxhirit, seleksionimit që bëhej që në fillore e tjera. Është një debat shumë, është një debat i gjerë, po i nevojshëm. Atëherë, ne bëjmë shumë mirë tash, që do të mbështesim sportin e tjera në këtë. Po sikur të këtë mundësi të jepnim e të thoshim që nëse ti mbështet një azil, nëse ti krijon një kafe për komunitetin e kësaj moshe, nëse ti krijon një park, biles duhet ta ketë me detyrim, nëse ai ndërton një pallat, ai duhet të krijojë një park. Duhet ta ketë me detyrim. Nuk është se ka një domosdoshmëri të madhe më Tirana për shkak të ndërtoj pallate dhe kulla. Por s'ka gjithë keqi që të ndërtohen, dhe të vazhdojnë të ndërtohen. Shumë mirë që po ndërtohen. Por ama, duke qenë se ne nuk e kemi më urinë, unë e kuptoj kur ne kishim urinë për ndërtim. Nëse kemi urinë për ndërtim, atëherë në këtë moment do të thuhet, okay, do ndërtosh këtë, po do ndërtosh edhe këtë. Dhe nga kjo pikpamje nuk ka asnjë gjë të keqe nëse i ndërthurim. Dhe nëse ne ju japim mundësinë, u japim disa lesi fiskale pikërisht për këtë gjë. Ose u japin dhe vetë këtyre moshave disa rregullime që i ka të mundshme buxhetisht. Për shembull Tirana bëri një gjë shumë të mirë me abonet. Po këtë gjë që bëri Tirana e para njëherë duhet bërë në rregull, duhet bërë në ligj, dhe unë prandaj them aty që është e nevojshme të kemi një ligj të posaçëm për moshat e tretë. E para kë quhet moshë të tretë? Se nuk quhet moshë e tretë njëri që ka mbush 60 vjeç, as 65 vjeç. Bota quan mbi 70 vjeç. Eksakt, që këtu do të fillojmë ka ndryshuar. Tjetra. Këtë quajmë që del në pension. Del në pension për llogaritë të shtetit, por ai vetë nuk quhet pensionist. Pra ai mund të bëjë një punë të dytë. Sot s'ka arsye pse të qëndrojë një djalë i ri 25-30 vjeç, ku di unë, sportelist. Mund të qëndrojë, e intereson dhe biznesmenit, biznesit, intereson edhe vetë këtyre persona, i cili nëse ka një pension minimal, ti jep mundësinë, jep shansin të bëjë një punë të dytë. Një punë të dytë që nuk është e tatueshme. Edhe që nuk është edhe i jep mundësinë edhe që nuk është e lodhshme fizikisht. Nuk është e lodhshme, po edhe i jep mundësinë që të vazhdoj mendërisht të jetë aktiv, edhe do thotë jetë më i shëndetshëm, të paguash më pak për shërbimin e tij shëndetësor, por nga ana tjetër ai të jetojë dhe më mirë dhe në mënyrë të dinjitetshme. Shikoj, para disa ditësh më ndodhi, nëse mund të më lejo. Ishte një gjë shumë interesante, se nganjëherë këto takimet që bën me, jo nga njerë, po shumë herë, takimet që janë këto spontane, ose takimet që bën me qytetarët në grupe të caktuara, janë shumë interesante, të gjonë gjëra nga më interesantet. Dhe duke bërë një bashkëbisedim kësaj natyre, takojnë, atu ishte një grua, e cila pyes, më thotë, disa jam unë, tha mua, i thash, si ti thosha për moshën, duhet ishe i kujdesëm, tash edhe ne kur na dhëm për moshën, na dhëm qik në kupti, edhe i thash, po, ere je, i thash, jo, ere s'jam, ta jam 80 vjeqe, tha, po kam marrë aty dhe kam lënë punën, tha, që të vite këty. Më fali, thash, se tash ti deri këtu, i thash, që ti e 80 vjeqe, nuk më dukesh, ishte drejt, kështu, mbashe mirë. I thash, po që ke lënë punën, i thash, qa punë mund të lësh, ke në biznes privat? Po, tha, u mbaj një grua, tha. Fali, thash, po sa është, ajo është 85, tha. Pra, atëherë çfarë mendova? Do kjo është një gjë mirë fizike. Nëse shteti do të jepte këtë, kjo mund të bënte kujdestare.
Në qoftë se ne kujdestarin për një pjesë të pensionistëve do ta merrte përsi barë shteti, e merr komuna në Itali për shembull. Po, do ta merrte sepse ka njerëz të pamundur etj, shteti duhet ndry, sepse ata duhet ta mbyllin këtë jetë në mënyrë dinjitoze, jo të lënë në mëshirë të fatit, në arrest. Atëherë mund të paguhet diçka. Dhe këtë pagesë mund ta bëjnë shumë mirë njerëz të asaj moshe që janë të aftë fizikisht dhe që e kuptojnë shumë më mirë hallin e bashkëmoshatari në kuptim. Ishte shumë interesante, një mësim shumë i mirë që më bëri të reflektoj. Dhe më dha të drejtë, e thash, sa mirë pas ke bërë, që pas ke vendosur këtë gjë në agendën tënde politike, në çështjet ku do të angazhohesh dhe fokusosh, dhe për më tepër që pas kam shkruar që ka nevojë për një ligj të posaçëm, në mënyrë që ti qarsoj dhe të vendosi disa kufi që nuk mund t'i lihet njëri tension në dëshirë apo njëri individ në pëlqimin e tij, sipas shijeve politike. Do të thaj, dua të rikthehem prak rishtas në terrenin e ndezur të fushatës. Në një farë mënyrë të ndezur, fushata edhe e ndez terrenin. Kam parasysh këtu që ka fushat elektorale që s'është ndezur. Po, pra. Po, ndizëm edhe fushatat lokale, imagjino ato elektorale. Mendohet që, si gjithmonë, zoti Berisha, mbasi të mbaroj, mbasi të humbas, do filloj të thotë që u vodhën, punë e tij. Ndërkohë, është folur për një prezencë të prokurorisë, të BKH-s, të SPAK-ut në terren për krimin zgjedhor. E mendoni të mjaftueshëm? E mendoni efektiv? Besoj një që çështjet e zhvillimit të një procesi të lirë dhe të ndershëm nuk është çështje prokurorie. Është në radhë parë çështje vetë qytetar. Vullneti politik. Është çdo qytetar, i cili duhet të fillojë të dal nga dal, është rritur, është ndërgjegjësuar niveli i zgjedhësve, edhe vlera e votës në sytë e tyre, por ka nevojë që ata ta peshojnë më mirë dhe të japin më shumë vlerë votës. Dhe kjo duhet kontribojmë të gjithë, që të kuptohet që vota nuk është një gjë e lehtë që jepet lehtë ndaj kujdo që të del përpara apo për një interes të momenti për të mos të diçka tjetër. Së dyti është përgjegjësia e partive politike. Absolutisht përgjegjësia e madhe e partive politike që zhvillojnë një garë ku respektohet vota dhe dinjiteti i votuesit. Së treti është përgjegjësia e kandidatëve për mënyrën se si e zhvillojnë këtë proces, për mënyrën si e shohin ata votuesin. E shohin si një numër që do t'i bashkohet numrave të tjera, apo e shohin si njëri të cili do t'i përulen dhe me shumë përunjësi do t'i kërkojnë atë që ka gjën më të shenjtë ai votën. Dhe patyshim pasaj është e përgjegjësia e institucioneve që e menaxhojnë këtë, siç është KQZ-ja dhe gjithë institucionet që administrojnë procesin, që prizë vërtetës janë duke bërë një gjë shumë të mirë në vlerësimin në vlerësimin tim, duke administruar në mënyrë shumë të mirë gjithë proces, dhe në fund fare është drejtësia. Sepse drejtësia çfarë merr atë që shkon në ekstrem, krimin elektoral. Gjithë të tjera bëjnë që të mos ndodhi ky krim elektoral. Ta parandalojnë këtë krim. Dhe interesi i shoqërisë nuk është të zbulojë sa më shumë krime elektorale, të ketë sa më shumë sukses SPAK-u, BKH-ja, prokuroritë e rrethave tjera. Përkundrazi, ato ne e thënë kështu, ato ne duhet të dështojnë që të mos ato, në kuptimin e mirë që të mos kenë, por ky është realiteti. Do ketë edhe të tilla. Por ato janë krijuar që të shikojnë në mënyrë veçantë prandaj i themin e prokurorie posaçme. Dhe prandaj ju janë lënë atyre jo shumë, 2-3 krime zgjedhore që kanë një ndikim të posaçëm, siç është korrupsioni apo siç është ndikimi i botës individëve apo grupeve kriminale në procesin zgjedhor, duke tentuar që mund të tentojnë të përdoren apo të vetë përdoren, sepse ndodh dhe kjo, në mënyrë për ta kriminalizuar procesin, për të paguar, për të marrë gjobën për të vënë gjobën e radhës për 4 vjetët është një ndër akuzat që bëjnë pushtet të tanishëm socialistë që përdor bandat për votat. Deri tash, sa shoh unë, sa dëgjoj, nuk kam parë në një akuzë
të artikuluar qartë ose një provë, një fakt. Se më bën përshtypje, përmendin banda të cilat ashtu janë në arrest. Po thonë për shembull për Çela, Çapja që janë këta, se ç'është ai në Shkodër që ashtu, ndërkohë që këta janë të arrestuar ose janë peng i retorikës disa vjeçare. I një mënyrë të menduarit. Edhe kjo është një qasje shumë e gabuar e tyre në raport me elektoratin. Sepse kjo e intimidon më shumë votuesin e tyre. Po nëse kjo është një çështje që u takon atyre. Edhe ju keni qenë edhe ministër, më bën përshtypje për shembull pushteti i drogës, ndërkohë që sasitë më të mëdha të drogës janë dhënë në periudhën e qeverisjes socialiste, pa harruar që dikur kishim Lazarati, një fabrik më vete. Kjo është një histori për një emision më vete dhe kur të jemi në atë emisioni që tham jam shumë i gatshëm ta bëj të diskutim sepse të dëni edhe më i shliruar. Ajo më ka kushtuar, ajo luftë, më ka kushtuar jo pak. Po, edhe ajo ka vlerëtur. Patjetër. Ja ka vlerëtur sepse kur shikoj ato grafikët jam shumë krenar që gjatë kohës që unë kam qenë ministri i brendshëm, është e vetmja periudhë në historinë e Shqipërisë që zyrtarisht, në mënyrë zyrtare nga Guardia di Finanza janë vetëm 2 vite që është gati zero bile kanabisit në Shqipëri. Kjo është histori tjetër. Edhe ajo 600 sa kile kokainë që u kap, një pasuri më vete. Është histori Okej, do flasim, do bëjmë një emision tjetër për këtë. Zoti Xhafa, më bën përshtypje diçka. Që le të ngelemi tek pjesa e drejtësisë në këtë, është gjë shumë e mirë. Nga njëra anë është gjë shumë e mirë nga pikpamja sepse krijon dhe një tek qytetari krijon një lloj sigurie më shumë. Së dyti që është i bën më të përgjegjshëm aktorët kryesor politik që janë të përfshirë në fushën elektorale, të jenë më të kujdesshëm, më të matur, dhe së treti ju thot këtyre që duan të vënë gjobën elektorale të radhës, qoftë me vetë përfshirje që ne jemi këtu. Por e rëndësishme është që edhe sa i përket SPAK-ut BK-s të fokusohen pikërisht realisht tek rastet që peshojnë që janë për ta, dhe pastaj përgjegjësia më e madhe nuk i takon SPAK-ut dhe BK-s. Ndoshta kemi bërë dhe gabim që i kemi përfshirë ata në këtë gjë, por okej, kjo tregon që politika ka pas besim të SPAK-ut sa kohë që e përfshiu. Se këta janë shumë interesant. Tërditën nga mëngjesit deri në darkë e shajnë atë SPAK-un, BK-n, GK-n e tjera, kur vin puna kur bëjnë ligjin zgjedhor, këto çështje ti kalojnë atyre. Tash këto dyja nuk rrin, po kjo është një gjë që është sa për të qarë dhe për të qeshur. Por nga ana tjetër, unë besoj që këtu rolin kryesor e kanë prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe prokuroritë e rrethave gjyqësore, dhe besoj që ato tashmë kanë fituar një përvojë, edhe ajo çfarë ka ndodhur me këtë bashkëpunimin ndërinstitucional, me krijimin e strukturave të posaçme, të dedikuara brenda prokurorive, është një gjë pozitive. Pra, në një kuptim nuk është garantuesi kryesor drejtësia ajo që do ta garantojë një proces të lirë, të drejtë dhe të ndershëm, është vullneti, por nga ana tjetër është një kontribut, një vlerë e shtuar, prania dhe roli tyre duke mbajtur parasysh mentalitetin ton edhe disa realitete të dhimbshme të së kaluarës. Dua të jem pak telegrafik. Shikoj këto partitë e reja kanë shpenzime elektorale goxha të konsiderueshme, pavarësisht se nuk kemi një transparencë. Në përgjithësi si e shikoni këtë çështje, sepse është edhe një ndër pikat ku mund të ndërhyjë krimi organizuar. Patjetër. Në zgjedhjen e disa njerëzve kemi financimin 6 milionë euro, për shembull, që ende nuk po dihet nga do merren ato para. Por jo vetëm kjo, ka edhe partitë të tjera, të cilat këto partitë e vogla që unë shikoj që bëjnë takimet ku ti një ndër arsyet pse nuk ka shumë aktivitete kulturore është pikërisht se kushtojnë sallat, rekvizitat e njëra tjetër, ndërsa këto partitë vogla i kanë gjitha. Edhe është edhe për sa skandali 6 milionë. Si mendoni për transparencën, a duhet bërë diçka më tepër? Jo diçka më, po duhet bërë shumë më tepër. Ka ardhur koha që të ndryshojë edhe kodi zgjedhor për të gjë dhe në mënyrë veçantë ligji për partitë politike. Ne kemi nevojë për një ligj të ri për partitë politike, ku një nga çështjet më të rëndësishme është çështja e financimeve të partive politike dhe financimeve të fushatave elektorale. Dhe kjo është emergjente për mandatin që u bën disa vite, u bën disa herë që flitet sa herë që vjen procesi elektoral dhe bëhet pak ose shumë pak
në këtë aspekt. Ka ardhur momenti, ka ardhur koha, është detyruese, është obligative që duhet bërë ndryshim të ligjit të partive politike, ligjit për financimin e partive politike. Pjesëmarrja e diasporës. Interesante, shumë interesante është. Shumë interesante. Jemi duke punuar në këtë drejtim? Unë po. Jo vetë? Po, patjetër. E para kam në dy aspekte. E para sepse jam i detyruar, e ndjej për obligim që të shtoj votuesit për forcën time politike, dhe ne kemi pasur një lloj organizimi nga kjo pikpamje me njohjet, me lidhje. Praktikisht kemi bërë para fushate elektorale, që fare normale. E dyta, duhet mbledh sa më shumë votues për Fatmir Xhafaj. Për Fatmir Xhafaj. Edhe kjo është fare. Po edhe e ka bërë një çiksit pa njohur rezultatin. Por është shumë interesante sepse kanë një qasë krejt tjetër nga plus që ata kanë dhe një lloj entuziazmi se nuk është herë parë që përfshihen në këtë gjë. Është gjetur një mënyrë, mund mos jetë më e mira, po në fund shqyr u bë hapi parë një herë. Pastaj do vi duke u korrigjuar, duke u përsosur si çdo gjë tjetër. Dhe në fillim, me thënë drejtën, unë nuk isha shumë i përfshirë dhe tek ato gjëra që po bënde partia. Mirë, po i kërkoja llogarit tjerëve dhe thash, prit një minutë, ta provoj vetë. Se po i them tyre çfarë po ndodh, sa po patronazhoni, çfarë kontakte shkeni, sa po përfshini, si po komunikoni, dhe hyra vetë. Dhe kur hyra vetë, pastaj kuptova që ajo ishte një botë krejt tjetër. Shumë interesante që nëse do ishte me votë të posaçme, të dedikuar, që ata të nxirnin një përfaqësues, një deputet të tyre. Dhe do kisha një moshë tjetër më të re, do kisha kërkuar të isha përfaqësues i është shumë interesante mënyra se si ata i shohin gjërat, mënyra si të komunikojnë, mënyra si të shkruajnë. Mënyrë që thotë, po çfarë do bësh për të gjë, a mund të bësh gjë për të gjë. Domthonë, edhe ti e marr edukatën perëndimore pak atë. Emocionohesh. Se thua, shiko, ky është në Amerikë. Dhe thot, okay, dakor, thot, po shiko, tek prindrit e mi banojnë filan zonë etj. E thot, atje tek ajo zonë ka shumë probleme. Ti merr përsipër të që jo gjithmonë ta bën ai që ke përballë aty, që në shumicën e kohës thot do bësh një gjë për mua. Është një qasje krejt tjetër shumë interesante, sepse e vetmja gjë që kanë ata nuk e kanë kërkesën individuale, e kanë raport me interesin publik, me interesin shoqëror, me interesin e një komuniteti të caktuar. Shumica e tyre më shkruajnë për drejtësinë. Shumica e tyre më shkruajnë për drejtësinë. Edhe gjë shumë pozitive dhe do të ti mbledh kur të mbaroj kjo disa përgjigje dhe janë vërtet emocionuese. Dhe shiko, për një moshën time të karrierës time që këtë pjesë ka konsideruar jo si punësim, po si shërbim, si mision, sidomos në shërbimin në politik dhe posaçërisht drejtësinë, natyrisht këto janë një adrenalinë e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme që thuash, okay, ja ka vletur nëse ke bërë një gjë të mirë, si në rastin konkret me reformën drejtësisë, dhe thua ja vlen që po shkoj dhe sakrifikoj në një kuptim dhe 4 vjet të jetësime, me një lloj intensiteti, me një lloj impenjimi, kur sheh mënyrën se si ata e shohin dhe se si ata e duan vendin. Sepse ne themi Shqipëria që duam nga njerë, por Shqipëria që duhet, ata thonë Shqipëria që duhet. Zoti Xhafaj, në një farë mënyrë neve e analizuam gjithë çfarë juve mendoni për këto 4 vjetët që vinë. Gjithsesi, një mesazh të koncentruar për votuesin tuaj keni? S'pari unë dëshiroj t'ju them të gjithë votuesve të gjitha ngjyrave, të gjitha krahave, që të shkojnë dhe të votojnë, të ushtrojnë këtë të drejtë kushtetuese të rëndësishme jetike për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, sipas bindjes dhe zgjedhjes që ata bëjnë për alternativën më të mirë. Natyrisht, duke më pyetur mua nëse do të dëshironi të më dëgjoni, do të thoshë, votoni numrin 5, votoni Partinë Socialiste. Dhe nëse nuk kanë bërë deri më sot një zgjedhje për kandidatët, unë do të ftoja që me qetësi, me urtësi, me arsye, me zëmër, me mendje dhe me zëmër, të zgjedhin kandidatin
më të mirë që ata duan t'i përfaqësojnë dhe që mund t'i përfaqësojnë më mirë, dhe nëse unë i bind me atë çfarë kam bërë dhe me atë çfarë ata mendojnë se mund të bëjnë, le të më zgjedhin mua si një nga njerëzit që do të investojnë për të qenë dhe për t'i përfaqësuar në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Zotë Xhafaj, duke pasur parasysh juve i keni qef ndeshjet, i uroj fitoft më i miri. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që ishi sot me mua. Faleminderit juve për mundësinë që më dhat. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.